Dhe Zoti tha, ta bëjmë njeriun sipas shëmbulltyrës dhe ngjashmërisë son, që të ketë pushtet mbi peshqit e detit dhe zogjit e qiellit, mbi kafshët shtëpiake, mbi të gjitha bishat dhe mbi të gjithë zvaranikët që zvariten mbi tokë. Çfarë e vërtetë mund të fshihet pas këtyre fjalëve? Duket si pyetja klasike për $1 milion. Është padyshim interesante që Zoti i vetëm, i konsideruar universal dhe transcendent, foli në shumës. Duke përdorur shprehje të qarta si, ta bëjmë njeriun sipas shëmbulltyrës dhe ngjashmërisë son. Për të rrëfyer krijimin e Adamit, njeriu të parë. Shumica e studiuesve fshihen pas një justifikimi filologjik dhe e shohin këtë varg, ta bëjmë njeriun sipas shëmbulltyrës dhe ngjashmërisë son, një shumës mbretëror, ose si ndonjë çudi të ndonjë përpiluesi të gjuhës hebraike. Pra, bëhet fjalë për një fakt të sikletshëm që anashkalohet nga teologët duke dhënë një interpretim të pajustifikuar. Me kë po fliste Zoti kur tha, ta bëjmë njeriun sipas shëmbulltyrës dhe ngjashmërisë son? A kishte ndoshta më shumë se një hyjni të pranishme në momentin e krijimit? A ishte thirrur ndonjë asamble kur u mor ky vendim i rëndësishëm? Disa pllaka prej balte të zbuluara në Mesopotaminë e lashtë, në Irakun e sotëm, ofrojnë informacione të detajuara për një shumës hyjnish dhe datojnë rreth 6000 vite më parë. Këto shkrime me karaktere kuneiforme përfaqësojnë kujtesën e civilizimit të Sumerëve dhe koncepti i Elohimit. Këtu flitet për krijimin e bërë nga Zoti Marduk dhe ngjarjet janë thuajse të ngjashme me ato të zanafillës biblike, e cila, me shumë gjast, i ka huazuar pikat kryesore nga kjo epikë. Të dy tekstet tregojnë se Zoti krijoi fillimisht burrin, Adamin dhe më pas krijoi gruan, Eva, dy figura të njohura si Adami dhe Eva, një proces që të jep ndjesinë e një eksperimenti në një laborator shkencor. Pikërisht për këtë arsye, jo pak studiues dallojnë midis rreshtave të rrëfimit operacione që kujtojnë klonimin modern, apo të paktën procese të inxhinierisë gjenetike si manipulimi i ADN-s. Në një tjetër tekst sumer, i njohur si Atrahasis, flitet edhe më në detaje për krijimin e njeriut të parë. Këtu, madje, janë të përfshira disa hyjni që bashkëpunojnë mes tyre në këtë program, duke filluar nga Enki, i cili jep udhëzime të qarta ndihmësve të tij dhe ndihmohet në këtë vepër nga perëndesha Ninhursag, e konsideruar si ajo që jep jetë. Krijesës së re i jepet emri Lulu, një term që do të thotë i përzier, ndoshta për të nënkuptuar që përzierja ishte formuar nga material gjenetik i Anunnakëve, Elohimëve dhe ndoshta i një njeriu primitiv, Homo erectusit. Dihet që çdo mit përmban element të së vërtetës historike. Bibla, ashtu si edhe tekstet e piramidave në Egjipt, i referohen vazhdimisht perëndive në mishe kock, të cilët populluan tokat e Palestinës dhe Egjiptit në një të kaluar të largët. Hyjnit e pranishme në aktin e krijimit ndoshta ishin shumë të ngjashme me ne në pamje të jashtme, ashtu siç tregojnë mitet, të cilat përfaqësojnë në këtë mënyrë kronika të ngjarjeve që ndoshta kanë ndodhur vërtet në të kaluarën. Në nëntor të vitit 1859, naturalisti Charles Darwin publikoi një ide jashtëzakonisht të rrezikshme. Ai hodhi hipotezën se të gjitha krijesat e gjalla janë zhvilluar fal procesit të përzgjedhjes natyrore. Edhe pse studimi i tij përmendte shumë pak lidhur me qenien njerëzore, vepra e tij mbi origjinën e specieve na transformoi menjëherë nga krijesa të bëra sipas shëmbulltyrës së Zotit në ish majmun me qime, të zhvilluar fal një procesi të ndërlikuar të evolucionit natyror. Vetë Darwin ishte i rezervuar për ta lidhur teorinë e tij me njeriun, ndërsa bashkëpunëtori i tij, Alfred Alatse, ishte aq i ndershëm sa të pohonte se një fuqi inteligjente duhet të kishte drejtuar ose të paktën ndikuar në krijimin e qenies njerëzore. Dhe ja ku jemi, një shekull shkencë nuk ka arritur t'i rrëzojë këto pohime. Shkenca, deri më sot, ka dështuar rënd në përpjekjet e saj për të gjetur prova fosile të hallkës së munguar mes njeriut dhe majmunit. Ajo është detyruar të pranojë kompleksitetin e organeve si truri i njeriut dhe veçori të tjera unike që kemi.
Njeriu është i zhveshur nga qimet, inteligjent dhe i pajisur me mendim abstrakt, ndërsa majmuni është ende i mbuluar me qime dhe lëviz me 4 gjymtyr, edhe pse ndryshimi gjenetik midis tyre është vetëm 2%. Ky i fundit, majmuni, ka mbetur i pandryshuar për rreth 6 milion vjet. Njeriu zotëron një sasi të pabesueshme vlerash të shtuara, trurin, gjuhën dhe vetdijen për vetveten, si dhe 46 kromozome, kundrejt 48 që kanë primatët. Pra një ngjarje e tillë, bashkimi i 2 kromozomeve në natyrë nuk mund të ndodhë me sukses, nuk kemi një provë shkencore apo natyrore që na vërteton evolimin e njerëzimit dhe shkenca ende hesht mbi mënyrën se si është bërë ky bashkim kromozomesh. Ajo që rrallëherë merret parasysh është mundësia e ndërhyrjes gjenetike nga ana e perëndive, Elohimëve apo Anunnakëve. Ne vetë e manipulojmë evolucionin e shumë specieve, për shembull, qend, dhe kemi krijuar shumë lloje kafshësh që evolucioni darwinian nuk do t'i kishte prodhuar kurrë, sepse janë jashtë evolucionare, ashtu si edhe shumë lloje bimesh dhe dritërash. Provat për të ashtu quajturat hallka të munguar janë të pakta dhe shpesh të dyshimta. Evolucioni i njeriut mund të përmblidhet në një sër kërcimesh të pashpjegueshme evolucionare, të cilat quan për një kohë të shkurtër një majmun antropomorf primitiv në atë që sot njihet si njeriu modern anatomicisht i plotë. Si mund të shpjegohet ky fakt? Gjenetistët përgjigjen se ne u ngritëm në këmbë dhe qëndruam drejt, gjë që favorizoi përdorimin e vejglave, të cilat nga ana tjetër stimuluan zhvillimin tonë mendor. A është kjo një shpjegim i besueshëm? Kangurët, për shembull, janë shumë të zogë në përdorimin e gjymtyrëve të sipërme, por nuk kanë arritur kurrë të prodhojnë vejgla. Për më tepër, mbretëria shtazore është plot me specie që përdorin mënyra të zgjuara për mbijetesë, por asnjëra prej tyre nuk është bërë inteligjente. Ajo që del qartë është se në 200.000 vitet e fundit, njeriu sapiens ka shënuar një rritje prej 50% të madhësisë së trurit, së bashku me aftësinë për të përdorur gjuhën dhe një anatomi moderne, dhe kjo përbën një nga enigmat më të mëdha të paleontologjisë. Një pamje që në terma tradicionale duket pothuajse e pamundur për t'u analizuar. Zhdukja e qimeve është një tjetër enigme e madhe, e cila mbetet krejtësisht e pashpjegueshme. Për më tepër, njeriu ka arritur aftësi gjuhësore shumë të sofistikuara, falë një strukture të veçantë të gojës, fytit dhe trurit, që nuk haset të asnjë specie tjetër shtazore. E për të mos përmendur pa aftësinë e lëkurës njerëzore për t'u mbrojtur nga dielli, një gjendje që nuk përputhet me skenarin e paraqitur nga evolucionistët modern. Në përfundim, duket se kemi të bëjmë me një evolucion tepër të shpejt, i ndodhur përmes një serie mutacionesh, dhe për më tepër, të gjitha jashtëzakonisht të favorshme. Mutacionet gjenetike zakonisht ndodhin në mënyrë të rastësishme dhe, pikërisht për këtë arsye, mund të prekin gjene të rëndësishme, duke shkaktuar ndryshime në informacionin gjenetik, shpesh të lidhura me sëmundje të njohura nga letërsia shkencore. Por qenia njerëzore zotëron disa zona specifike të përbëra nga gjenet rajone gjenomike me evolucion të përshpejtuar, ku duket se këto segmente kromozomike kanë pësuar mutacione të fuqishme dhe të befasishme dhe për çudi, të gjitha në drejtim pozitiv. Këto ndryshime të fuqishme nuk i kanë dëmtuar informacionet brenda ADN-s, përkundrazi, i kanë përmirësuar ato. Pra, një seri shumë me fat e ndryshimeve gjenetike që përfshin trurin dhe zona të tjera vendimtare kanë ndodhur brenda një periudhe tepër të shkurtër. A është vërtet kaq e pabesueshme të merret në konsiderat hipoteza që perëndit, Elohimët, në një të kaluar të largët, kanë drejtuar evolucionin tonë, ashtu siç ne bëjmë sot me bimët dhe kafshët? Kjo tregon se evolucioni është një fenomen i manipulueshëm që mund të modifikohet në laborator dhe linja të ndryshme të trashëgimisë janë ndërruar artificialisht nga shkencëtarët tanë, të cilët vazhdojnë edhe sot me eksperimentet e tyre. Gan Edeni, i përshkruar në Bibël, Ledin, në gjuhën sumere, shtëpia larg shtëpisë mund të ketë qenë një nga këto laborator shkencor, ku kryeshin eksperimente mbi speciet e gjalla, ndoshta kopja e një vendi origjinal, larg dhe i panjohur, që ndodhej në planetin e origjinës së perëndive.
Adami, që ruante kopshtin e Edenit, mund të ketë qenë një formë e veçantë dhe e përsosur e humanoidit që duhej të përdorej, të paktën fillimisht, si një mjet ndihmës nga qenjet e evolucionuara, perënditë e mitologjive të ndryshme. Një produkt biologjik i organizuar për të qenë në gjendje të kuptonte dhe të zbatonte udhëzime të sakta të dhëna nga krijuesit e tij. Ka nga ata që mbështesin idenë se Adami u krijua për të punuar në minierat e arit të pranishëm në Afrikën e Jugut, një ari që i shërbente krijuesve, Anunnakëve, për të riparuar atmosferën e dëmtuar rënd të planetit të tyre të origjinës, Nibiru. A mund të flasim pra për klonimin e qenies së parë njerëzore? Disa gjenetistë pohuan se fillimisht një grup i gjinis mashkull dhe femrash mund të ishin prodhuar masivisht, me qëllim që të krijojë një grup organizmash që të kishin të njëjtat karakteristika. Ndoshta të krijuar në një planet tjetër, ata më pas mund të ishin vendosur në një vend kontrolli këtu, në tokë. Gan Edeni biblik, ku këto specie të prodhuara në laborator janë monitoruar për një periudhë të gjatë kohore, me qëllim që të shijeshin sjelljet dhe ndikimi i tyre në natyrë, përpara se të lëshoheshin dhe të vinin në qarkullim përfundimisht në planetin tokë. Çfarë mund të ketë të vërtetë në këtë histori? Dhe ju, çfarë mendoni? Shpresojmë që videoja jonë t'ju ketë pëlqyer dhe ju ftojmë për një tjetër përmbledhje të thelluar në të ardhmen.